Dikush e ka të qeshurit e madh, dikush pali shpreje pështyn gjatë në rrugë, dikush tjetër i fshin hund pa lidhje, dikush tjetër e hull facoletën, dikush tjetër e bën diçka, dikush tjetër një gjëna më të madh përgojon, dikush tjetër shpiv, dikush tjetër etiketon, dikush tjetër bën thashë thame, dikush tjetër shikon haram, dikush tjetër paragjykon njerëzit të sheft ata që ky i rrezikshëm, që ky është hajn, që ky është kriminal. Pra, të gjitha këto dhe të ngjashme këto janë çka veprime, janë punë të cilat nuk e kënaqin Allahun te bareke ve taala. Andaj Allahu te bareke ve taala thot wa anibu ila rabbikum wa aslimu leh min qabl an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Dhe kthehuni të përulur të gjithë ju tek Zoti juaj para se të vjen dënimi, e pastaj kur të vjen momenti, kur të vjen dënimi, nuk ka kush që mund t'ju dalë në ndihmë. Pra të gjithë ktheni Zotit të përulur. Çfarë do të thotë përulur? Jo ti me u pendu edhe kokën përpjet, e me mojt veten në qef, e me mojt veten lartë si mendje madh, apo me u lavdua, apo me u mburën buravet se ku ta dione. Po i përulur, i nënshtruar, i përgjëruar, i drejtohesh Allahu te bareke ve taala. Jo në publik, po i vetmuar, kur të vetmuash me Zotin, bisedo me Zotin tënë. Se nuk ka orar Zoti yt e me thonë, më falë se unë 10 minuta i pata për ty, 20 apo 50, s'kam kohë me të dëgjua. Ose me thonë, orari i punës, orari Zotit të ndështë pe orët 08, ora 16 ose 17. 24 orë të njetën Allahu ta lën derën e dëgjimit, dëgjan kur dush. 24 orë ta lën derën e pendimit kur dush, përveç se nëse të zavdekja atëherë Zotit ta bufçaren. 24 orë Allahu ka disponim me dëgjua, se dikush babe kje, nane kje, s'ka mo disponim, thot bëllë se m'ka orë shpjeti me ty, shtos po mojtë dëgjaj çdo ditë problemet, hallat e tua. Dikush dënë, dikur, thot më falë, thot se i kom qu dur pejtejes, të kam gjemate, të kam imame, të kam këto, po s'po moj ma. I vetmi që kur nuk i hub disponimi, me t'i dëgju hallat, brengat, shqetësimet, vujtjet, mërzit, dhimbjet, sprovat, fatkesit e tua, është Allahu te bareke ve taala. Andaj të nderuar vëllezër, Allahu na thret që të përmbahemi mësimeve të tij, sepse nëse na nuk i përmbahemi mësimeve, nëse na nuk pendohemi, nëse na nuk kthehemi, atëherë vjen një moment që dënimi i Allahut vjen befas. Pa pritë pa kujtuar që shtat Allahu te bareke ve taala wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Dëgjoni, përmbajuni rrugës së drejtë. Allahu po thotë, përmbajuni asaj që është më e mira, që ju ka shpall Zoti, që ja ka dhënë Allahu, para se t'ju vijë dënimi baghta. Baghtatan është befas, trap. Vjen sprova, vjen fatkeqësia, vjen dënimi, vjen vdekja, befas, edhe po thotë Allahu, e ju jeni të papërgatitur edhe se diktoni hiç. Ju vjen edhe ju zën e keqja. Për ata këto që ndodhin, dridhet e tokës, vërshimet, vrasjet, luftrat, këto që ndodhin, këto nuk ndodhin pse të gjithë njerëzit janë të mirë, por ju vjen befas Allahu, çka dënë mja o tërhik vrejtjen disave, se jënë zhyt në harame, jënë zhyt në gjënahe, edhe qka nuk pendohen hiq, natën edhe ditën rinë, edhe me keqja është, kur ata mendojnë se janë duke u knaq, ata janë duke vujt. Pastaj edhe me keqja është kur na besimtar thojna, këshëri mërë ata, a peshe ata, s'po falen, s'po agjerojnë, s'po japin zekat, s'po japin sadak, s'po shkojnë haqë, s'po lexojnë Kur'an, u knaqen. Edhe Allahu, kur ata janë do me thonë, qashtu duke u knashën, thojza, nëse kemi drejt, bagteten trak, një goditje, bëm një zilzal, një dridhje tokës, edhe i përpin toka. Ose një vërshim i madh, i fshin ujë, ose një zjarr i madh, i djeg krejt. E për shkak njerëzve digjen edhe krijesa tjera ka një herë. Për shkak njerëzve përmbyten edhe krijesa tjera. Se për shkak gjunaheve tona, edhe shiu nuk pëlqen Zoti për krijesa tjera. Për ata kur ka ndodh një thatësi e madhe në kohën e Sulejmanit alayhis salam, edhe po hiqun krejt krijesat,
një bubrec milingon, ishtë shtri edhe i kishtë qut durët. Edhe i thejke, ja rab, o zët, mos na dëna tha me thatësi për shkak gjënaheve të njerëzve që po i bojnë. Se na s'kem faj, po këta po bojnë gjënahe, e ti këta po i dënën, e tash po dënohemi edhe na me ta. E Sulejmon a.s. i tha popullit, i madh i vogël me nxes tha me dal, sikur me thonë një shesh të madh, edhe me bo da krejt. Edhe po shkojnë atje, Sulejmon a.s. i ka ditë gjuhët e krijesave, kur për të gjënë milingonën bubrecin të i thonë Zotit, o Zot, mos na dëna me thatësi, për shkak gjunaheve të njerëzve, ju tha, njerëzë ndaluni, këthërnë tha në shtëpit e juaja, tha se tash po bjen shiu. I tha, no pejgamberi Zotit, po na se banëm do, na solotëm as kur gjë. Ja tha, po lutet dikush tjetër. O, këthyen t'ja lëshoj Zotit shiu. Andaj nga një herë, për shkak gjunaheve tona, leqena po vujna. E po vujnë të tjerë për njerëzve, po vujnë edhe kush, edhe shpend, edhe insektet, edhe kafshët, edhe krijesat e tjera. Andaj vllazën, njeriu nga njëherë po tallet me vdekjen, nga njëherë po bën hajgare, po hajtë se ka ko, jam i riu ne, hajtë se ka ko, Zoti nuk ma merë mu kështu shpirtin. Që kjo siguri vllazni, kjo është frikë. A me u friksu që ta merë shpirtin gjënahe, kjo është një lloj sigurie që s'ki me vdek në gjënahe. Amon gjënahe edhe me thonë ko, jam i ri pak të shije jetën. Pse a jetën gjënahe shijohet ta? Wallahin, jo rrejnë, wallahin, jo mashtrojnë, wallahi janë njerëz dinak, ata që thojnë jam knas, kër jam konë i ri të pi. A, o knasha, so knash, ka vujt. Wallahi një rrën ata që thojnë i kom pas ndërrue, se shkëshin për para, këta që i kanë 60 din që atje në Çekoslovakije, në Bugarije, shkëshin thëshin pushime, ku po shkërëlla pushime atje, meke nuk është as Medine, e shkëshin i bëjshin të farë dzezash, po të kej që ta është i kajnë, kej që ta është i mërziten, se ndoshta edhe për ju kthehet në vlatë e tyre, ndoshta për ju kthehet shpirtin e tyne, po përjetojnë varfni, ata janë shumë të pasur, po kanë varfni shpirtnore. Edhe nuk janë knaqë, edhe ata që kanë shku atje kanë batu sen, edhe ata që po i bojnë sot e kësaj dite, kanë kriza të rënda, që na jemi të jetu jetën me lula në krasim, qysh po jetojnë ata që kanë kalu jetën harame. Edhe pse neve publikisht të na duket që janë duke u knaqë.